Pashka është kremtimi më i madh i besimtarëve të krishterë, dita që simbolizon ngadhnimin e jetës mbi vdekjen. Në Shqipëri dhe në trevat shqiptare kjo fest nuk i përket vetëm një komuniteti. Ajo festohet, respektohet dhe ndahet mes familjeve, miqve e fqinjve pavarësisht besimit të tyre. Është një moment që na kujton se përtej dallimeve na bashkojnë vlerat, na bashkojnë traditat, na bashkon dëshira për më shumë dritë e mirësi në jetën tona. Pikërisht për këtë do flasim jo vetëm për kuptimin e rëndësisë së pashkave, por edhe për mënyrën se si ajo po jeton në përditshmërinë tonë, si një besim i bashkimit të shpresës. Dhe me këtë mund të zhvillojmë këtë bisedë nëse jo me njeriu që ka treguar besimin është në një Zot, është më i madh se çdo ndjenjë fetare, gazetarin, publicistin dhe nderin e kombit, zotri Ferdinand Samargji. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me zotri Ferdinandin dhe padyshim do flasim për këtë ditë kaq të madhe. Përshëndetje zotri Ferdinand. Përshëndetje Xhenan. Përshëndetje. Si jeni fillimisht? Kombit ton kudo që ndodhen. Faleminderit. Zotri Ferdinand, Shqipëria është një shembull në botë si shembull i harmonive fetare. E kjo tregohet më së miri pikërisht në ditë festave të mëdha, Krishtlindje, Bajrami dhe Pashka. Janë ditë kur feston edhe ai që nuk u përket besimeve që kanë festën e shenjtë të tyre dhe ndajnë gëzimin me miqt. Dhe kjo ndodh historikisht. Si e shpjegoni ju këtë për shqiptarët e Shqipërisë? I madhi Vaso Pashka, një nga patriotët e lidhë, ka thënë feja shqiptare dhe shqiptaria. Kjo do të thotë që shqiptarët në historinë e tyre, që kur ne si kom morëm, do të thëmë përqafuam të ishtrimin që kur Jezusi u pakëzua dhe shpërndar lajin e mirë, me që jemi në Pashkë, do më pa të regoj dhe pak historinë tonë të lindjes së besimin në tonë në Shqipëri, që kur e pakëzua lumi Jordan, tek ne, në Ilirinë atëhershme, erdhi një nga apostujt më të rëndësishëm, më të mëdhenj të kishës, Shën Pavli, i cili e dokumenton në histori duke shkruar letra drejtuar Romave, thotë me përhapa krishterimin nga Jeruzalemi deri në Iliri. Kjo tregon se kombi ynë është në një kom që gjithmonë ka rrethatuar dhe i kanë dëshesë njerëzore për të qenë sa më pranë Zotit. Dhe gjithmonë Zotin ai e ka identifikuar me kombin. Nisë kjo dokumentuar në historinë tonë, kombi gjithmonë ka qenë nanën e atij që me vërtet Zotin e ka dashur, ndryshe nga gjithë popujt e vendit të tjerë ku dim që ka pas përçarje dhe sot ekzistojnë përçarje nga besimet, kombi ynë gjithmonë besimin e ka pas një bashkim, se një identitet kombit. Po sa është... Do t'ju them ju, urdhëro. Jo, urdhëroni. Unë do t'ju them këtu, kur kemi ikë në Vatikan për herë para se marrë Papa Gjon Pali II Shqipëri 25 mars të vitit 1993, në 8 mars ne ai na prit një audiencë ku isha unë, si gazetar që do përcjellja gjithë ardhin e tij që do ta moderoja, drejtorin tim përgjithshëm, drejtorin e televizionit dhe drejtori Radio Vatikanit shoqëronte në takim me Papën, i tha tregoj përkatësinë e besimit tim. Dhe Papa ngeli shumë i habitur se ai tha që Ferdinand, vërtet është i këtij besimi, i përket këtij besimi, po i bën me përkushtim sa që gjithë Shqipërinë nuk e dallojnë se çfarë besimi është. Pra kjo është një nga ato vlerë dhe vogla që mund të quhet si simbol i një tolerancë, i bashkëjetese, një mirëkuptimi që kombi ynë ka. Tek ne nuk ka problem në Shqipëri që unë që jam i besim, përpa i përkas një besimi që shqiptarët ende nuk e dinë se çfarë besimi kam unë. Pasi unë nuk nisem gjithmonë nisem nga dashuria që ne kemi për njëri tjetrin, gjithë besimin e respektojmë, të gjithë tuam për ne janë të gjitha janë shqiptarë. Dhe unë kur filloi auku i lirisë në fillimet kur tokën tonë shqiptare e flatiti ato erat e ngrohta të demokracisë, kur kishte filluar ato qëllime politike për restorko vllaznos tek ne, kishte fryrë e lirisë, ishte majtur meshtat e para në Shkodër, 41 vendor, pastaj filluan hapja faltoreve dhe më bukur është se ne këtë vit që unë po i flas, përkujtojmë 30 vjeçorin e hapjes së lirisë besimit në Shqipëri, të hapjes faltores parë botërore bektasiane, ku aty u pakzu liria, ishte 22 mars i vitit domethënë 1991, kur kishte ardhe madhështoria në Nderes, e cila në luftë me diktaturën e kohës, mothejsi komunistë kohës, kishte luftuar që të hapej faltoria parë bektasiane për vëllezërit e saj musliman,
Pasi ajo kishte ato shërbim me motrën e saj dhe ajo I largoi motrat dhe hapi faltoren e parë Bektashiane, pra u gjind ajo, si thua, mbështetja morale e saj që të hapi dhe mori pjesë atë ditë në provimin. Pra unë e quaj Nën Teresën jo vetëm simbol I kombit ton madhështor Nën Teresë, bia kombit ton që ndriçoi kombit ton që rrezaton atë madhështi dhe mirësi, por e quaj dhe si një simbol të prologut të lirisë pasi ajo mori pjesë në hapjen e faltorës parë Bektashiane. Pra Xhanan jetoi në 30 vjetorin e lirisë besimit, kur Shqipëri filloi që besimi ai besim që ishte përsekutuar, njerëzit ishin vrarë, gjakosur, përshkatuar, internuar më në fund ata po gëzonin lirinë, po I drejtohesh në altarin e shenjtë, po dëgjonin zërin e Zotit Muhamedin. Kjo ishte një madhështi për ne shqiptarët. Dhe unë isha ai I pari që sa po fillova në ekranin vetëm në ekran të kohës në televizion shqiptar, që atëherë ishte një televizion në kohën e monizmit dhe përsolla fjalët më të bukura, ato fjalë që shqiptarët I kishin pritur për shumë kohësh. Allahu Ekber, Zoti është I madh. Aleluja, lavdi Perëndis. Pra I përshkoj, I përshëndeta me formë, me gjuhën e tyre të besimit që ekziston në Shqipëri. Pra ne shqiptarë kështu e kemi parë besimin gjithmonë. Besimi na ka udhëheq për vlera të mëdha, një përkatësie fetare. Kjo ne nuk ka ekziston. Dhe kjo është mirë në kombin tonë, në popullin tonë, të pak në Shqipëri që këtu tek ne gjithë njerëzit martohen katoliko me muslimanën, ortodokse me bektajanën. Nuk ka asnjë problem. Ne kemi pasur gjithmonë besimin pra si bashkim. Nuk ka ndarësi. Dhe ne jemi një komb që kemi rezultuar këtë madhështi pra këtë fesar, këtë visar, që shumë popull e kombe që edhe pse janë shumë më të fuqishëm se ne, shumë më të mëdhenj histori që drejtojnë politikën sonë ndërkombëtare, nuk e kanë këtë fesar, këtë visar. Dhe jo më kot, Papa Gjon Pali II kur erdhi në Shqipëri, atëherë e quajti besim, ka harmoni, tolerancë një virtyt madh kombit tonë. Do të vinte Papa Francesku në 25 prill të vitit 1993, kur do të deklaronte që kjo harmoni, tolerancë, paqëtesë nuk është më e tillë, por është më tepër, më shumë, më signifikative. Ai quajti vllazëri njerëzore. Pra dhe kërkoi që u drejtua gjithë popujve dhe kombeve në fjalimin e tij, në mesazhin që mbajti Shqipëri që të gjithë ne të përhapin këtë në shoqërinë e sot njerëzore, të vllazëri njerëzore. Dhe jo më kot, do të vishtin kohët më vonë, kur Papa do të promonte një dokument që do të quajë vllazëria njerëzore, e cila nisi dhe ka nismën e thelbin nga kjo vllazëri njerëzore që kombi ynë ka një privilegj të madh të historisë. Zotri Ferdinand, a kemi diçka për të mësuar ne si shoqëri nga tradita e tolerancës? Vetë ky vizion që ka kombi ynë, pra që besimin e shef si bashkim si unitet, është një madhështi, jo vetëm për ne shqiptarë, që ne tek ne ekziston ajo vlerë e madhe, dhe ne këtë e ndeshim, ne kemi një respekt të jashtëzakonshëm për besimet e tjera, jo vetëm tek ju, kudo kur është koha periudhave mujt të shetë Ramazan, të gjithë njerëzit marrin respektin e vëllezërve të tyre që janë në agjerim. Pra, ja, tani janë Pashk, tani të them unë Shqipëri, është festë për gjithë shqiptarët. Gjithë ndjen atë atmosferën gazlyese që kjo periudhë e gazlimit, pra që historikisht në besim quhet që sonde Deli Pitafi, dhe gjithë njerëzit marrin pjesë pra në atë mësimet e Zotit tonë Jezu Krisht, e shoqërojnë Epitafi kur delën për rrugët e kryeqytetit, pra marrin pjesë. Dhe unë dua të them këtë, kujtoj edhe një fakt tani se duke folur biseduar, kujtoj edhe faktin. Kur ka ardhur Papa Gjon Pali II në 25 prill të vitit 1993, ju e dini që në Shqipëri komuniteti katolik nuk është në një numër jashtëzakonisht madh. Por tuli gjithë populli shqiptar. Dhe kjo gjë u vëre, se dhe ata atin kanë informacion se sa përkatësi në numër jemi ne kemi besimtar katolik. Por doli gjithë shqiptar, doli gjithë Shqipëria, i madh e i vogël, nuk pyeti ç'e besim ishte. Kishte ardhur aty i shenjtë, për cilën ne ishim lutur. Edhe pse nuk ishim të gjithë katolik, po ishim lutur pse edhe ishte lutur për tokën tonë. Për njerëzit tanë, pulja kishte futur tokën që shqiptarët të gëzonin lirinë e besimit. A ka zakone ishte lirë të drejtohesh në altarin shenjtë apo faltorës.
Çfarë thoni ju, a ka zakone të pashkëve të cilat edhe familje të cilët nuk janë krishtere tani i kanë pjesë të ritualeve të tyre? Po ja, unë thash që në pamjet e jashtme, shumë signifikative që ne kemi fest. Gjithë shqiptarë, përveçse janë pashk. E ndjejmë atë atmosferën. Gjithë kudo, ndjehet bidës. Do të them të që familje besimane tashmë, marrën ata vezat dhe i skuqi, ashtu i ngjyrosin, dhe i shpërndajnë si simbol i dashurie për besimin për Zotin. Nuk shohim ne që e kanë pashkën të krishterët, ne shohim atë që ajo është një dashuri e Zotit, një simbol i Zotit, dhe edhe veza që është një simbol më i adhuruar në krishterizëm për pashkët, pra, që simbolizon atë ngjalljen e trupit njeriut, dhe veza e mbyllur, përfaqëson atë njeriu e mbyllur brenda në të guackën e atij një errësire shpirtërore që është mbyllur. Dhe kur e çukit vezën, kur e thyn, ajo është një shpërthim ideal i forcës jetës mbi ato egocentrizmin, egoizmin, smirën, xhelozin, mëkatin, djallin, demonin, pra ka edhe gjithë pra në kuptim veza që përfaqëson të simbolik pra të asaj dashurie të njerëzve, tek ne gjithë e përjetojnë, gjithë i zjenë dhe i ngjyrosin vezë. Në një botë ku ndarja është shumë e madhe, a na ndihmon festa apo bajrami, qoftë pashka, qoftë Krishtlindja, për të ndërtuar ura mes njerëzve? Ne në Shqipëri, kombi tonë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe tek ju në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, edhe ku do ku jetojnë gjithë bashkohësit tanë. Kjo atmosferë ndihet, kjo përcillet, kjo jetohet, kjo dhe përjetohet një dashuri të veçantë. Unë gjatë kohës e muajit të Ramazan isha në Malzi tek ata shqiptarë që e dinë që janë në një shtet tjetër me dominim serbo, si thuash, serb, dhe përsëri edhe atje ndihesh ajo atmosferë që shqiptarët e përjetojnë e përcjellin. Dhe kjo është gjë e mirë, një vlerë që kombi jon kudo që është. Ai nuk e sheh atë dashurinë e ka në mënyrë signifikative dhe gjithmonë festat ne i shohim si përjetim një bashkimi, një dashurie, një gëzimi, një ngazëllimi të veçantë për të gjithë. Kjo është ajo që ne ja përcjellim sot. Jo se përcjellim ne, e përcjell vetë realiteti ynë. Pra, ajo fizionomi që kombi e ka. Pra, atë që thash që kombi gjithmonë midizon idealin e Zotit me kombin. Dhe kjo është një vlerë e madhe që ka edhe sot, jo vetëm që përshojmë ne shqiptar, po bota, ne nëse ti xhanan kemi të drejtë krenohemi në botë që nuk kemi ato fuqi të mëdha politike, ndërkombëtare, ushtarake, ekonomike, botërore, ne të paktën jemi krenar për atë që nuk e kanë të tjerët, që janë, si thash, edhe më madhështor. Ne kemi atë thesar të madh që gjithë lidhjet më të mëdha të botës e kanë vlerësuar në kohë dhe vazhdojnë ta përcjellin dhe këtë thesar kërkojnë t'ia përhapin gjithë shoqërisë sot në njerëzore. E thënë kjo nga dy papë që kanë ardhur Shqipëri dhe kanë përcjell këtë një vlerë të madhe. Shumë të madhe. Do ndalemi pak edhe te karriera juaj. Ju ishit gazetari i vetëm apo i pari që solli temat fetare në ekran në një periudhë kur ishte edhe ndaluar besimi. Sa e vështirë ishte kjo për ju që të kaloni gjithë këtë periudhë dhe mos të ndaleni dhe të flitni për çdo fe, për çdo temë dhe padyshim të kaloni çdo barierë e cila ju është vënë? Tani, ne si shqiptar kishim përjetuar një kohë gjatë madhe një pushtet komunist që ndryshte ato vlerat njerëzore. Domethënë në kuptimin e mirë ishte pushteti që kufizonte liritë të njerëzve, se të kufizoje të ndaloje lirinë e besimit Zotit që sot është një absurditet kur e mendon se si shqiptar kanë vujtjen përsëritur. Janë vrarë një gjakos, janë pushkatu, janë pushkatuar me fjalën rrof Krishtin mbret, rrof Zoti, rrof Allahu, Allahu Ekber, dhe njerëzit burgosishin, përsekutoheshin, familjet e tyre internoheshin të tërë. Pra, kjo është një gjë që që komunisti pra në atë psikologjinë e filozofinë e vet, kishte atë ndjej shumë të keqe për vetë njerëzore, për jetën, për humanizmin. Atëherë në këto kushte kur kur tokën tonë filloi të afaditi
aku i ngrohtë i demokracisë, erat e ngrohta nga ngjarjet që kishin ndodhur, shqiptarët këta e përjetuan si një paralog të madh të asaj lirie, të atij përkushtimi që ata ishin lutur adhuruar fshehurasi. Dhe me kuptim, unë si gazetar që isha pothuajse gazetar një opinionist i kohës që por gjithmonë unë kam ruajtur integritetin tim, atë integritet që flisja për vlerat morale të popullit tonë, flisja për atë që populli ynë ndërtonte jetën e tij. Dhe unë nuk e thoja për shembull që kjo është vlerë e udhëheqjes komuniste apo pra ne e kuptonim të vetë, por domethënë mënyra se si e përcjellim se gazetari është një opinionist në terminologjinë e komunizmit quhet komandant i opinionit shoqëror. Por unë e përcjella me atë integritetin tim personal, një integritet që dashuri të veçantë me një edhe pse ishim të përsekutuar ne e përjetonim dhe të tregonim që nuk ishim dhe shumë domethënë të angazhuar për atë sistem që përjetonim, po të ndrydhur. Se kushdo që kundërshtonte përfundonte në hekra. Prandaj njerëzit kombi ynë e përjetonte për ne, jo më kodë papa që më fali dytë u lut për kombin tonë, Pulja. Puthje tokësh e personifikoi tokën e Pulja si një tokë shqiptare që populli ynë gëzonte të ri, pra ne nuk ishme të ri. Dhe kur erdhi 22 marsi, unë i pari isha gazetari që kisha parë që duhesh që me madhështi ta përcjellja atë ngjarje atë moment shumë historik, kur ne shqiptarët e përjetuam si një dritë që na erdhi nga një errësirë, nga një brendësi e egër shpirtërore, nga një mentalitet prekomunisti që çdo gjë shifej në mënyrë më integruese. Nuk kishte dinjitet shqiptari, nuk kishte dinjitet kombi ynë, po të ndrydhur, të përsekutuar me demonin e pushtetit të kohës, ne. Edhe unë e përjetova dhe ishe i pari që thash që kur dola në vetmin e ekran të kohës, në radiovizorin shqiptar, unë bëra atë me nismën time hapa të parë rubrikë në Shqipëri për besimet. E cila më sollte dhe pasojat e mia pasaj persekucionin që më morën, më kërkuan që të më dënonin e tjerë. Pra ishte koha që unë e përjetova si një madhështi dhe e përcolla me shumë dashuri. Dhe ishte e vërtet që kishte persekucione, pata persekucione, por duke qenë se po flisja për atë gjë që kishte ardhur koha tashmë. Liria nuk ndalej më. Edhe kështu i kalova ato. Kishit kaluar në demokraci veçse më. Kishim kaluar në demokraci. Ne jemi akoma një demokraci të brisht, dhe tani që kemi kaq vite. Po në atë kohë më përjetoi si një manifestim i madh, një dashuri zjarrte. Kuptohesh edhe tek ata sistemi, tek gjithë kjo udhëheqja komuniste që kishte ikur koha atyre. Domethënë tashmë kudo se thash pra glasnosti, perestrojka, vrasja e Ceaușescut pa gjyq, pra ishin lëvizje të mëdha demokratike që ata domethënë e kuptuan që sistemi kishte i kalbur, kishte përfunduar tashmë misionin e tij. Tashmë kishte ardhur liria, ajo belbëzonte në sytë, në mendjen, në shpirtin të gjithë shqiptarëve. Se ne, ndryshe nga gjithë popujt e vend tjera, përjetuam më shumë me keq komunizmin. E vërtet. Kam parasysh këto fjalë të një hierarku musliman të parit kryetarit Komunitetit të Madh të Shqipërisë, që në fjalën e tij shpesh herë përdorte. Ku qetra komuniste thoshte, nuk i shemi xhamia dhe kishat. Tek ne rrafshuan që themel. Pra, kënaqje më egër komunizmi. Për ne edhe unë e përjetova si diçka të patafati që t'jem dëshmitar dhe një përshues i atyre orëve, minutave, çasteve historike. Po, nga gjithë eksperienca juaj, sa mendoni që gazetaria mund të ndikon në forcimin e besimit të harmonisë fetare? Tani, gazetari në terminologjinë komuniste quhesh komandanti i opinionit publik, thoshte Stalini. Ne kemi lexuar dhe veprat e klasikëve të marksizmit-leninizmit. Unë jam gazetari dy kohëve që kam përjetuar dhe kohën e komunizmit, përjetuar dhe kohën e demokracisë. Pa dhe këtë fat jam dëshmitari i të dy kohëve. Dhe është vërtet që gazetari formon një opinion. Gazetari varet nga mënyra se si e përcjell ai mendim, se si e përçon me dashuri,
e kupton që ai duhet të vizionojë diçka që duhet të jetë një përkufizim, një arritje, një konkluzioni që fjala e tij të mos bjerë ndesh me realitetin. Fjala e tij duhet të jetë udhëheqëse, përmësuese, jo të denigroj, jo të përçmoj. Jo të përshmoj realitetin, po gjithmonë të flasi atë që duhet, që edhe nëse nuk është arrirë, se jo çdo gjë arrihet në një realitet caktuar. Kur, asnjëherë. Dhe Pashka që vjen sonde, domethënë që sonde deli Pitati dhe Nelson Rama përjetojnë ngjarje e Krishtit, këtë sjell. Atë ai do të largojë atë zymësi, atë brendësi, atë egocentrizëm, atë mos përputhje pra të njeriut me atë që ka kërkon jetë. Prandaj Krishti vjen të jetë zhduk, të marrë gjithë mëkatet e kësaj bote, edhe prandaj thonë sonde Nelson Rama kish, eja një meri dritë nga drita që s'përëndon, dhe lëvdoni Krishtin që ngjall së vdekuri. Krishti ngjall së vdekuri dhe me vdekurin varrosi dhe palijet. Pra, edhe kjo Pashka, kjo fest, këtë filozofika që gjithmonë njerëzit në realitet që jetojnë duhet të ndriçohen nga një dritë, nga një udhëheqëse. Se gjithmonë realiteti është çdo njeri e tërheq meskiniteti, interesi privat, plani personal. Por gjithmonë njeriu duhet të ketë një dritë dhe Pashka dhe gjithë festat tona që janë signifikative për ne të bëhemi më të integruar në realitetin shoqëror që jetojmë. Prandaj Krishti vjen si një dritë që do të jetë si triumfi i dritës mbi errësirën, i virtytit mbi ligësinë, i dashurisë mbi urrëtitjen, i pavdekësisë mbi vdekjen. Pra kanë filozofinë e vet dhe kjo është ajo mrekullia e këtyre festave që ne shqiptarët i përjetojmë dhe marrim pjesë shpirtërisht. Nelson Rama ngjallemi në kuptim figurativ, simbolik, ngjallemi shpirtërisht që të bëhemi njerëz sa më të dej, sa më të përkushtuar, themi sa më pranë atyre vlerë që kërkon vetë krijuesi i gjithësisë. Pra Krishti që vjen, që ngjallet dhe kërkon që na bëhet një dritë dhe një udhëheqës, siç thot ai, nëse do të ndiqni mua, unë jam rruga, jam jeta e vërteta dhe nëse do të ndiqni mua, ju do të ndriçoheni me llambatet e festës së Pashkëve. Pra, ky është kuptimi dhe më simbolik i çdo gjëje në realitet. Ne kemi Pashkë. Pashkë do të thotë dalje, kalim nga zgjedhja, nga robëria. Dhe eksodi që ndodhi në Pashkën e Dhjetës Vjetër, ky ishte dalja nga zgjedhja e popullit, zgjedhja e Zotit, nga zgjedhja e faraonit e Egjiptit që kishte gjakosur, torturuar për 400 vjet gjithë popullin e zgjedhur Zotit pra. Prandaj dhe Zoti dërgoi Mojsiun si një profet që ai ta udhëheq popullin e zgjedhur Zotit pra popullin e Izraelit, ta kaloi në tokën e premtuar që edhe Mojsiu nuk arriti ta çojë popullin e tij në tokën e premtuar, ku siç thuhet në Bibël në tokën e mjartit dhe qumshit, por do të ishte Jezusi ai që do të marrë, do të përmbushë dhe misionin e Dhjetës së Vjetër, dhe ai do ta çojë atje, pasi është vetë kuptimi i Pashkës së re me Pashkën e Vjetër është. Në Pashkën e re, Pashka kohës sot me Pashka e re pra, ka një personazh real, konkret, historik që është Jezusi, dhe që ai do me vetë kryqëzimin dhe ngjalljen është Pashka pra dalin nga robëri. Pse kryqëzohet Jezusi? Se mori gjithë mëkatet, pra përshërua atë. Ai shpagoi mëkatin që vetë krijesa njerëzore. Ne siç e dim, jemi mëkatar. Ne trashëgojmë mëkimin e etërve tonë të Adamit dhe të Evës, të cilët Zoti i dha pavdekësinë dhe lumturinë për ata, dhe ata arritën që shkelën atë misterin dhe arritën që të vdesin, pra sollën vdekjen e njeriu, por do të vi Jezusi pra me Pashkën e re, ai që do të marrë përsipër, ai do të mëshirohet nga Shpirti i Shenjtë dhe Prekëresha Mari dhe do të marrë natyrën njerëzore, do të bashkohet me natyrën hyjnore dhe ai pastaj me atë natyrë hyjnore që merret, ai do të ngrihet në qiell, do të bëhet mbret bir i Perëndis dhe do të çojë njeriu nga mëkati, do të gjallën dhe 3 ditë dhe do të sjellë atë që kërkojmë ne, që të marrim dritë nga jeta e tij, pra nga ngjallja e Krishtit që bëhet në Smrama në Shqipëri, që kremtohet me masi dhe të dini ju Pashka në Smrama në Shqipëri, në katedralin e ngjallja e Krishtit në qytet, vinë gjithë shqiptarë, gjithë, nuk ka dallim besimi. Nuk keni dallime të besimeve. Jemi në fund të minutave. Dua vetëm një mesazh të fundit për të gjithë ata që po na shohin për këtë festë për Pashkët dhe një mesazh për të gjithë ata që e kremtojnë. Atëre, unë do të them që Pashka me atë dritë që vjen
kërkoj dhe lutem që le të bëhemi ne pjesëtarët e asaj mbretërie, që të marrim pjesë në ndakjen e fungimit të përjetshëm, që ne gjithmonë të marrim pjesë në mundimet e jetës, siç mori pjesë Jezusi në mundime, të marrim pjesë në kryqëzimin, të ndjejmë dhe të vujtim, por përsëri pastaj të fitojmë atë ngjalljen pa vdeksin tonë. Pra në kuptim figurativ që ne të jemi njerëz sa më të integruar dhe unë me këtë rast dua t'i përshëndes gjithë shqiptarët, por dua që me këtë rast me që ju më dha drejt në ekran të përshëndes mikun tim dhe komandantin shqiptarëve atje Ali Ahmetin, që unë kam një mik dhe ai është një shqiptar që ka luftuar për idealin e kombit dhe që vazhdon dhe fati madh që kemi atë njerëz të madh që ai ndriçon kombin dhe ndriçon ne gjithë. Unë do t'ju uroj gjithë shqiptarët kudo që janë gëzuar Pashkët, mbarësi, le të bëhemi pjesëtar, le të na ndihmojë drejtarisht, le të bëhemi njerëz sa më të fuqishëm për të arritur atë që edhe ne të hyjmë në atë familje e madhe europiane, të cilët ndodhemi gjeografikisht e përkasin dhe jemi një nga kombet më të parë të gjithë kombeve të tjerë që kemi rezultuar në kohra shekuj, integritet, dashuri, besim dhe kudo ndriçim për gjithë rrugën tokësore. Ju falenderoj shumë zotri Ferdinand, ju urojmë edhe një herë gjithë shqiptarëve që e festojnë këtë festë Pashkët dhe padyshim Shqipëria të duket sot sa më e bukur se asnjëherë më parë, nëse kemi një shembull se si shqiptarët nuk duhet të shohin ngjyrën e fesë, a pikërisht janë shqiptarët e Shqipërisë. Unë ju uroj shumë suksese dhe padyshim presim herën e radhës, ju kemi këtu në koltukun tonë për të diskutuar për tema tjera. Ju falenderit edhe një herë shumë. Falenderoj gjithë juve që gjithmonë dhe këtë kam kënaqësi dhe duhet ta shpreh për ju që ne duke qenë se ja lidhjet me ju direkte, me gazetarë, me njerëz, me ftuar, mbajnë gjallë kombin, bëjnë ato lidhjet. Gjithmonë kjo duhet ndihet gjithmonë. Pavarësisht ku do jetojmë, në çdo lloj administratash politike, ne shqiptarë duhet të jemi një bashkë kudo siç kemi qenë gjithë jetën në jetë. Pavarësisht na kanë ndarë, na kanë coptuar në histori. Faleminderit. Faleminderit.